Kryeministri Edi Rama gjatë podcastit të tij flasim foli për sigurinë ushqimore dhe procesin e përafrimit me standardet e Bashkimit Evropian, duke cilësuar atë si një nga sfidat kryesore të integrimit. Rama tha se fokusi aktual lidhet me garantimin që produktet ushqimore në tregun shqiptar të jenë jo vetëm të sigurta për konsum, por edhe të pranueshme për tregun evropian. Ai theksoi se procesi nuk kufizohet vetëm në harmonizimin e ligjeve me BE-n, por kërkon zbatim konkret në praktik. Rama tha se ndërtimi i një sistemi funksional kontrolli dhe cilësie në çdo hallk të zinxhirit ushqimor betet thelbësor, duke shtuar se qeveria do të rrisë ndërveprimin me sipërmarrjet në bujqësi dhe industrinë ushqimore. Rikujtojmë se çështja e sigurisë ushqimore është në radarët e BE-s dhe konsiderohet kusht kryesor për integrimin e vendit tonë. Përparimi jo vetëm me ligje, por edhe në terren është porosia që la edhe ambasadori i BE-s Silvio Gonzato disa ditë më parë gjatë një takimi ku ishte pjesëmarrës Rama dhe sipërmarrësit e biznesit. Ndër të tjera, Rama foli edhe për paketën e maleve, një program që sipas tij synon të nxjisë investimet në zonat malore dhe të kthejë pronat e trashëguara në burim të ardhurash. Rama deklaroi se paketa synon të krijojë një model të ri zhvillimi rural, duke lidhur tokën dhe shtëpitë e vjetra me sipërmarrje në turizëm dhe agropërpunim. Sipas tij, procesi është thjeshtuar dhe lejon nisjen e investimeve edhe pa përfunduar procedurat e pronësisë, ndërsa parashikon lehtësira fiskale për investitorët e parë. Ai shtoi se përmes këtij programi synohet jo vetëm rritja e të ardhurave për familjet në zonat malore, por edhe adresimi i çështjeve të pronësisë të trashëguara ndër vite, duke i lidhur ato me zhvillimin ekonomik.